Pra personaliteti është tërësia e funksioneve të cilat ne ushtrojmë dhe që hynë diçka në zonën tonë të ndjenjave më të thella, por përzihen me to, pra ku luajmë këto role ne nuk jemi jashtë ndjenjave, por nuk hynë tek ajo pjesa më së intime që një person ka me një person, që është dashuria. Gjithë këto elementet e personalitetit mund të atraksojnë lidhjen personale të një personi me një person. Dhe në një marrëdhënie publike, siç është një reality show, ky person mund ta ekspozojë ndjenjën e vet, që është ndjenja më e thellë dhe që nuk është funksion publik. Pra, ndjenja më e thellë që kemi për një njeri, për dëshirat tona më të fshehta, më të thella, gjitha këto përbëjnë botën intime. Pra, bota intime zakonisht nuk përfshihet në relacionet e funksioneve që përbëjnë persona. Edhe fëmijës, për shembull, që e ke fëmijë, nuk mund t'i tregosh mbi intimitetin tat.